klienti tim vërtetoj edhe me prova, kamerat që ka pas familje, komentarët e familjes se në kohë, vend dhe mënyrë si që përshkruhet nga prokuria fare s'ka të bëjnë me këtë rast. A që më e rëndë është kjo situatë, sepse dikush t'inkriminohet për dikon për familjes gjakut, si që është rasti të ndjerit dhe të akuzitëve të dyshuvreve, me vërtet duhet me pas shumë prova që të vinë këtë situatë. Paraqitja e prokurisë ka dështu në drejtim pistën e hetimit se ka të gabume, prokuria duhet të lumtoj diçka tjetër, ku mund tjetë, por jo që vëllezërit Gashi dhe anëtarët nga familja Gashi kanë çfarë do përzierjen këtë çështje. Kërkesa e prokurorës që ka qenë e pabazuar, shpresojmë që gjykata të merr vendim drejt dhe ta liron të mbrojtërin tim me njëherë në shtëpi. Prokuroria sot nuk ka ofruar prova që i mbrojtërim dhe të dyshuarit tjerë kanë kryer. Edhe në kërkesën për caktimin e paraburgimit edhe në vendimin për zbatimin e hetimeve, prokuroria planon se kryesët veprës penale janë dy persona tjerë tani jo për të cilësinë.